Në ditën e fillimit të zbatimit të vendimit të zyrës së rregullatorit për energji lidhur me daljen e ndërmarrjeve të mëdha në treg të hapur, janë shprehur shqetësime për rritjen e çmimit të rrymës dhe pasojat në ekonominë e vendit. Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hykmete Bajrami, ka shkruar se fatura për bizneset që dalin në treg të hapur do të jetë 3 fish më e lartë. Ajo i ka bërë thirrje prokurorisë që të hetohet tregtimi i energjisë. Sot rreth 1300 ndërmarrje që e punësojnë gjysmën e atyre që punojnë në sektorin privat dhe që e gjenerojnë gjysmën e buxhetit të Kosovës, po dalin në një treg të hapur të energjisë, i cili nuk ekziston, ndërsa fatura energjisë po trefishohet. Për qeverinë e kaluar të LVV-s, këto janë vetëm 1% e kompanive, por apo e kuptoni se qeveria po punon kundër këtyre 1300 kompanive për t'ia rregulluar tregun kompanive si Nua dhe për t'i arritur nesër shanset në treg kompanisë së të Luanda Lipit, hetim dhe auditim për të gjithë. Antarja e kryesisë së LDK-s Jehona Lushaku Sadriu, në reagimin e saj ka shkruar se nga sot fillon falimentimi i ngadaltë i prodhuesve tanë. Por zyra e rregullatorit për energji bëri të ditur se ka filluar me sukses vazhdimi i liberalizimit të tregut të energjisë elektrike, por nuk ka treguar se sa kompani preken nga ky vendim. Zërreja tha se për të gjithë konsumatorët që janë duke u furnizuar nga furnizuesi i mundësisë së fundit, energjia është e siguruar përmes bursës shqiptare Alpex. Në njoftim theksohet se liberalizimi i tregut është hap thelbësor drejt përmbushjes së standardeve evropiane dhe integrimit të plotë të tregut të energjisë së Kosovës në tregun rajonal dhe atë evropian. Zërreja i fton të gjithë konsumatorët e kualifikuar për të dalë në treg të lirë, që ende nuk e kanë përzgjedhur furnizuesin e tyre të energjisë elektrike, që të ndërmarrin veprimet e nevojshme për ta gjetur furnizuesin më të përshtatshëm sipas nevojave të tyre dhe kushteve më të favorshme që i ofron tregu. Ndërsa në odën ekonomike dhe dhomën e tregtisë dhe të industrisë, kanë thënë se bizneset të cilat kanë marrë oferta, kanë marrë vetëm një ofertë dhe atë nga Kesko. Kryetari i dhomës së tregtisë dhe industrisë Kushtrim Ahmeti paralajmëron edhe pasoja sa i përket prodhimit vendor dhe bilancit tregtar nëse ky vendim zbatohet. Ai nuk mund të dalë me të njëjtin çmim. E ka të pamundur. Ai do ta shtyjë ndoshta për një muaj e dy, po e ka totalisht të pamundur për kohë gjatë ashtu. Edhe atëherë tash veç hapja derën produkteve, e sidomos atyre serbe, të cilat janë jashtëzakonisht shumë më konkurruese se gjitha produktet tjera që vijnë nga importi në Kosovë, hapja tash derën atyre, le të vinë ta zonë edhe pjesën tjetër e mbetur të produkteve vendore, apo i mbyllëm gjitha kompanitë tona. Kalimi në tregun e hapur ka filluar pavarësisht kundërshtimeve të shumta nga ana e bizneseve. Aleanca Kosovare e Bizneseve në reagimin e saj ka thënë se ZRI-ja ka vepruar në mënyrë të njëanshme, pa transparencë dhe duke shpërfillur realitetin ekonomik të vendit. Kjo aleancë kërkoi shtyrjen e vendimit për një vit, duke paralajmëruar se bizneset do të vazhdojnë kundërshtimet edhe përmes protestave. Bizneset e mëdha këtë javë kanë protestuar duke i bllokuar hyrjet e Prishtinës për 2 orë. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka deklaruar se ka kaluar koha e bllokadave. E Ministrja e Ekonomisë Artane Rizvanolli ka deklaruar se me liberalizimin e tregut të rrymës do të thyhet monopoli i Keskos. Sipas vendimit të ZRI-s, të gjitha bizneset e mëdha që kanë mbi 50 punëtor ose me qarkullim vjetor mbi 10 milion euro duhet të zgjidhin vetë një kompani të licencuar për furnizim me energji elektrike.